Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Filipianëve 4:6. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Filipianëve 4:7. Dhe paqja e Perëndis që ja tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Filipianëve 4:8. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Filipianëve 4:9. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Filipianëve 4:20. Perëndis tonë e Atit ton lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Kolosianëve 2:6. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu, pra, ecni në të. Kolosianëve 2:7. Duke pasur rënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim ashtu sikur se ju mësuan, duke mbushulluar në të me falënderim. Kolosianëve 2:18. Askush të mos përvetsoj për jush çmimin me pretekst për ulësie dhe kultit të engjëjve, duke u përzirë në gjëra që nuk i ka parë, i fryrë nga një krenari e kot për shkak të mendjes së tij miqësore. Kolosianëve 3:1. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kolosianëve 3:2. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Kolosianëve 3:5. Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërinë, ndyrsinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari. Kolosianëve 3:12. Vishuni, pra, si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtor dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin. Kolosianëve 3:13. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri, dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.
Kolosianëve 3:14. Dhe, për mbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Kolosianëve 3:15. Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja, dhe jini mirënjohës. Kolosianëve 3:16. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet, në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Kolosianëve 3:17. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndin atë nëpërmjet tij. Kolosianëve 3:18. Ju bashkëshorte, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Kolosianëve 3:19. Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Kolosianëve 3:20. Ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Kolosianëve 3:22. Ju shërbëtor, binduni në çdo gjë zotërinjve tuaj sipas mishit, duke u shërbyer jo vetëm kur ju shohin, sikurse të doni t'u pëlqeni njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës, duke druajtur Perëndin. Kolosianëve 3:23. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Kolosianëve 4:1. Zotërinj, bëni ç'është e drejtë dhe arsyeshme ndaj shërbëtorëve, duke ditur se edhe ju keni një zotëri në qiell. Kolosianëve 4:2. Ngulmoni në të lutur, duke ndenjur zgjuar në të me falënderim. Kolosianëve 4:3. Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cili jam edhe i burgosur. Kolosianëve 4:5. Ecni me urti ndaj të jashtëmëve duke shfrytëzuar kohën. Kolosianëve 4:6. Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir, i ndrequr me krip, që të dini si duhet t'i përgjigjeni gjithsecilit. 1 Thesalonikasve 4:1. Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër moret prej nesh se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më shumë. 1 Thesalonikasve 4:4. Që secili prej jush të di ta mbaj enën e vet në shenjtëri dhe me nder. 1 Thesalonikasve 4:11. Dhe të përpiqeni me kujdes të jetoni në paqe, të merreni me gjërat tuaja dhe të punoni me duart tuaja, ashtu si ju kemi urdhëruar. 1 Thesalonikasve 4:18. Ngushëlloni, pra, njëri tjetrin me këto fjalë. 1 Thesalonikasve 5:6. Le të mos flem, pra, si të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të esëll. 1 Thesalonikasve 5:8.
Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur parzmoren e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimin. 1 Thesalonikasve 5:11. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe bëni. 1 Thesalonikasve 5:12. Tashmë, vëllezër, ju lutemi të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. 1 Thesalonikasve 5:13. Edhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në paqe midis jush. 1 Thesalonikasve 5:14. Tani, vëllezër, ju bëjmë thirrje t'i qortoni të parregulltit, të ngushëlloni zemër lëshuarit, të ndihmoni të dobëtit dhe të jeni të duruar me të gjithë. 1 Thesalonikasve 5:15. Vështroni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keqen, po kërkoni gjithmonë të mirën edhe të njëri tjetri edhe të gjithë. 1 Thesalonikasve 5:16. Jini gjithmonë të gëzuar. 1 Thesalonikasve 5:17. Lutuni pa pushim. 1 Thesalonikasve 5:18. Për çdo gjë falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. 1 Thesalonikasve 5:21. Provoni të gjitha, mbani të mirën. 1 Thesalonikasve 5:25. Vëllezër, lutuni për ne. 2 Thesalonikasve 3:1. Më në fund, o vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet, por si ndër ju. 2 Thesalonikasve 3:2. Dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij, sepse jo të gjithë kanë besim. 2 Thesalonikasve 3:6. Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregull dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh. 2 Thesalonikasve 3:12. Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezu Krisht, që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. 2 Thesalonikasve 3:14. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës son në këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet. 2 Thesalonikasve 3:15. Por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. 1 Timoteut 1:18. Po ta besoj këtë detyrë, o Timote birë, sipas profecive që u bën më parë për ty, që sipas tyre të bësh luftimin e mirë,